Mëngjesi I kësaj dite thirret në disa shprehje të forta: shikimi, vrapimi, feja, varri, bosh. Festojmë ditën më të ndritur, më të gëzuar të besimit tonë, ngjalljen e Zotit. Mos të harrojmë se ne na përket të kryejmë vullnetin e krijuesit tonë. Populli ynë dhe I gjithë njerëzimi sot kanë shumë nevojë për paqe të vërtetë, për një paqe të trefisht, me Zotin të afërmin e me vetveten. Ta lutim Krishtin mbretin e paqes, që paqja e Tij të mbretnojë në mbar botën, edhe ne të mësuar prej Tij, le të bëhemi partës të paqes në çdo rrethant të jetës dhe ta jetësojmë kështu mësimin e Tij. Pra mos të trembim, mos të dyshojmë në zemrat tona, sepse Ai u ngjall. T'i kujtojmë në lutjet tona të moshuarit, të vetmuarit, të sëmurët, sidomos që Zoti t'i forcojë në vështirësitë e jetës.